Ka diçka thellësisht tragjikomike në mënyrën si shtetet e varfra përpiqen të duken të pasura. Është ajo etja e pashpjegueshme për imazhin, ajo nevoja obsesive për të dukur modern, global, cool, ndërkohë që realiteti në tokë vazhdon të ketë erlagështi spitali, rrugë të pambaruara dhe frigoriferësh bosh. Tani kemi hyrë në një fazë të re të kësaj drame kolektive. Shqipëria që rimburson produksionet hollywoodiane me 35% të buxhetit të tyre, me taksat e qytetarëve të vet. Pra shqiptari paguan të vëshon për bukën, naftën, ilaçet dhe energjinë që dikush me kamera miliona dollarëshe të videoxhirojë një serial pushtetit e më pas të largohet me subvencionin në xhep. Dhe gjitha kjo shitet si zhvillim. Në teori tingëllon bukur, turizëm, promovim, Shqipëria në hartën botërore, fjalë të bukura, të importuara që tingëllojnë si PowerPointet e konferencave ndërkombëtare, ku njerëzit me kostum flasin për vizion, ndërsa jashtë sallës pensionistët numërojnë lekët për ilaçet.